Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është duke ardhur koha kur do të largohet dituria. Pra, këtu kur thot hadha awanu yuhtalasu fihi al-ilm, do të thënë kjo është kohë në të cilën do të largohet dituria, është për qëllim, do të thënë koha që vjen. Do të thënë jo koha kur kanë qenë sahabët, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesin e njerëzve, dhe dituria ka qenë duke ushtuar. Do të thënë vazhdimisht ka ardhur dituri nga Allahu. Prandaj Allahu e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë wa qur rabbi zidni ilma, thuaj o Zoti im, ma shto diturinë. Edhe dituria ka qenë vetëm duke ushtuar. Dhe sahabët e kanë bartur ashtu si e kanë marrë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ua kanë përcjell të tjerëve. Mirë po, më vonë është siç është në hadithe të tjera, edhe në këtë që e tham se do të vazhdojnë të vdesin dietarët, kanë vdekur sahabët, kanë mbetur më pak dietarë. Pastaj në kohën e tabinëve ka pas numër të madh dietarëve. Mirë po, më pak se në kohën e sahabëve. Pastaj, domethënë kështu me kalimin e kohës, saqë ka disa fjalë, domethënë prej dietarëve të hershëm, prej selefëve, kanë thënë se kjo është koha kur është paksu dituria ose ka humbur dituria. Domethënë e kanë thënë në kohëra shumë të hershme. Atëherë çka thuhet për kohën tonë, ku mbeten më pak e më pak, mbetet një ndoshta prej dietarëve ose dy, ose nuk mbetet asnjë, dhe do të vijë ndonjë kohë ku nuk do të mbetet asnjë që e ka diturinë e saktë dhe flet me atë dituri. Domethënë kjo është e thënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se numri i dietarëve do të paksohet, padyshim. Edhe një herë, domethënë dietar që e kanë diturinë e saktë dhe që flasin me atë dituri. Domethënë këto do të paksohen. Prandaj nuk është për t'u habitur se na thonë na kundërshtojnë njerëzit, thonë se ju e keni kufizuar diturinë vetëm te një ose te dy veta. Po ashtu është se vazhdimisht do të paksohet numri i dietarëve. Edhe prandaj na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur të paksohen dietarët ose të zhduken krejtësisht, por edhe kur paksohen, njerëzit marrin për udhëheqës ignorant. Edhe siç tham, ignorant ose që nuk din, ose që din dhe nuk veprojnë sipas dituri, nuk e flasin të vërtetën. Edhe atëherë ata përgjigjen jo me dituri, po përgjigjen sipas epsheve ose nga ignoranca dhe devijojnë vetë dhe i devijojnë të tjerët. Edhe kjo është me keqardhje, domethënë ajo që është duke ndodhur. Edhe prandaj kjo është një paralajmërim dhe paralajmërimi është që njeriu të përmirësohet. Nuk është vetëm për friksim të kohët, domethënë për dëshpërim, për humbje të shpresës ose humbje të vullnetit, por është që të angazhohemi me dituri. Kjo do të thotë që ne tani duhet të angazhohemi më shumë me dituri. Ta marrim te ata dietarë që kanë mbetur, ta grumbullojmë diturinë dhe ta kemi, do thotë në momentet kur do të duhet, kur do të zhduken edhe më shumë dietarë.